Të nderuar shikues, ju përshëndesim nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës, ku ka nisur ndeshja e parë, gjysmëfinale e fazës play-off për kategorinë e basketbollit femra U18. Vllaznia dhe Premeti janë në këtë gjysmëfinale të parë për të përcaktuar finalistin që do të jetë nesër në finale përballë njërës nga skuadrat e tjera që do të fiksojnë kualifikimin në gjysmëfinalen tjetër që luhet pas kësaj ndeshje. Vllaznia është në krahun e djathtë të ekranit tuaj, me uniformën e saj karakteristike, kuqe blu. Dhe shënuar koshi i parë për ekipin e Vllaznisë që merr dora trokitjet tifozërisë shkodrane që është e pranishme në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Aksioni ishte për skuadrën përmetare, gabim personal. I shkaktuan dëm të skuadrës mysafire nga ekipi i Vllaznisë. Humbur aksionin skuadra përmetare, Vllaznia nis të aksion tjetër. Sëriqmi Vllaznia nuk e ke ngulje, nuk ka shënuar. Për momentin topi është për skuadrën përmetare në këtë tentativë për 3 pikë, nuk i shënon. Vllaznia tenton për koshën e dytë, nuk arrin ta shënoj. Vazhdon rezultati 2-0 për ekipin e Vllaznisë. Pushimi kërkuar nga trajnerja e Vllaznisë, Ingrid Dashja. Përsëri Vllaznia është në aksion për kërkuar koshën e dytë dhe ka shënuar 4-0 për Vllazninë.
Ishte numri 8 Medina Hykaj, ajo që shënoi koshin e dytë për ekipin e Vllaznis, e cila kryeson 4-0. Sulmi është për ekipin përmetar. Duhen për 3 pikë, skuadra mysafire, por nuk arrin të shënoj. Vllaznia në të momente po luan me kapitenën Medina Hykaj me numër 7 për të vijuar me numër 8. Medina Hykaj për të vijuar me numrin 7 Isra Dibra. Shri Hykaj dështon në këtë moment. Pjesë e formacionit në të momente është dhe Reisa Trashani. Përvijuar me numrin 11 Rajana Bizi. Gabim personal në favor të ekipit Përmetit, që ka shënuar pikën e parë. Nuk shënon në të dytën topi për Vllaznin. Isra Dibra ka zotuar topin e tabel, nis me shpejtësi këtë aksion të Vllaznis. Ka gjutur për 3 pikë atje numri 6 Visara Demaj, nuk arrin të shënoj, Kemun Vllaznia, përsëri Demaj, nuk shënon në tentativën e dytë, aksioni tashmë për skuadrën mysafire nga Përmeti. Dhe ka shpërndarur këtë aksion, vazhdon. Të luhet e minuta 4 të ndeshjes, vetëm 5 pikë janë shënuar deri në këtë moment, 4 për Vllaznin dhe 1 për ekipin e Përmetit. Trajnerja Ingrid Daçat kërkon të aktivizojë në këtë moment numrin 3 Ajla Haxhia. Kohë që largohet Reisa Trashani. Haxhia sa ka aktivizuar, pastaj edhe Medina Hykaj duan për 2 pikat e Dibra. Topi përsëri për Vllaznin. Dibra topi zotërohet nga skuadra mysafire që nisi aksion të shpejt, por faul teknik pas këtij aksionit që ka dalluar gjyqtari ndeshjes në pasimin në gjysmë fushën e tyre, sipas rregullores nuk lejohet. Dhe tashmë aksioni për Vllaznis është Hykaj, ka fituar topin mysafiret që gabojnë. Nis aksioni Vllaznis. Hykaj në tabel mjaft i mirë. Medina Hykaj. 4 pikë për Medina Hykaj në fillim të pjesës së parë të ndeshjes. 6 Vllaznia, 1 Përmeti. Përsëri përmetaret në aksion. Dhe ka shënuar skuadra mysafire 2 pikë të tjera. Me anë të numrit e 10 Besarda Metko, 6-3 avantazhi për Vllaznin.
Dibra kombinon me kolegën e saj, por nuk arrin ta përfundoj. Aksioni shpejt për skuadrën mysafire, blokon Vllaznia, por përsëri topi është për Metin. Gabim personal i shkaktuar nga Vllaznia në dëm të kapitenës së skuadrës Erika Muçenji të Përmetit. Skuadra Dherosës. Kështu ka emërtimin skuadra përmetare. Gabon në gjytën e parë të lirë, Muçenji shënon në të dytën. Ngushtohet rezultatin në 6-4 për Vllaznin. Dibra. 2 pikë Vllaznia nuk i shënon. Aksioni për skuadrën mysafirit që kërkon të barazojë rezultatin. Vepërtim mjeshtëror i kapitenes Erika Muçenji dhe barazim 6-6. Medina Hykaj e vetme depërton, por ndalet me faul. I kthehet në fush. Numri 13 Risa Trashani. Hykaj nuk shënon në këtë gjujtje të lirë. Nuk shënon as të dytën. Mysafire ka mundësin të marrë avantajin, por gabon. Hykaj. Trashani, Dibra. Trashani. Minon atje me Visara Dejmen. Topi për ekipin mysafir. Ekipi e Dherosës që përfaqëson Përmetin. Kapitenja mysafire. Zënë Kimulja, rezultatet të barabar 6-6. Ka përfunduar koha rregut. Ishte kronometri për sekondat e aksionit që përfundoi për ekipin mysafir. Tashmë është Hyka, ndërton vetë. Të Hykaj, tashmë Trashani, Dibra, Isa Dibra, depërtimi i saj ka fituar gabim personal. Gabon në dy tentative Vllaznia, vazhdon i barabat rezultati 6-6, por tashmë është skuadra mysafire që ka këtë aksion në dispozicion. Aurora Dhevës. Tashmë është edhe Muçenji, kapitenja e skuadrës, por Metko gjuan për 3 pikë, nuk i shënon.
Sarda Metko ka shpërdoruar mundësinë të kalojë në avantazh skuadrën e saj. Ndalim tek Vllaznia. Reagohet numri 14 Isufi. Dhe në avantazh skuadra përmetare 6-8, kur është fundi i periodës së parë të ndeshjes. Topi përsëri për Vllaznin. Nuk e shfrytëzon Vllaznia këtë mundësi. Topi për ekipin përmetar nga Via Ansore, që do të rivetë në lojë nga numri 9 Alicia Çangollari. Përfunduar kjo period 6-8 për ekipin mysafir. Gati të nisë perioda 2 të ndeshjes. Vllaznia dhe Rosës përmetit. Rezultati i periodës së parë ishte 6, Vllaznia 8, skuadra përmetare. Aksioni për Vllaznin, Medina Hykaj, kapitenja e Vllaznis, nis tashmë aksioni i përmetarëve që kanë mundësi ta thellojnë avantazhin gjutje për 3 pikë, nuk e shënojnë, por topi është përsëri për to. Kjo është gjysmëfinalja e parë e fazës play-off për kategorinë e basketbollit femror U18, ndërkohë që gjysmëfinala tjetër është Tirana Goga Basket. Fituesit e këtyre 2 çifteve do të ndeshen ditën e diel në finalen për të përcaktuar ekipin kampion të sezonit 2024-2025. Hykaj me topin që të rinj. Bon Vllaznia. Skuadra mysafire, takuar gabim personal Vllaznia. Për Vllaznin, Dibra kombinon me kolegen e saj, ka shënuar Vllaznia. Ishte numri 6 Visara Demaj që i dha Vllaznis barazimin me atë kosh 8-8 rezultati. Tenton skuadra mysafire në tabel, 2 tentativa nuk realizon, por dëgjohet përshëllima arbitrave që ndalojnë lojën, topin e favor të Vllaznis. Ishte në aksion Vllaznia, Dem ishte Hykaj. 3 tentativa radhazit e Medina Hykajt që finalizon dhe kalon avantazh Vllaznin 10-8. Basketbollistja talentuar shkodrane, ku pjesë e Vllaznis janë 2 motrat Hykaj.
Por moda tjetër më e madhe është pjesë e ekipit parë, ndërkohë që Medina është në moshën U18 dhe luan edhe për këtë kategori moshe. Barazon shifrat skuadra dhe Rosës nga Premeti 10-10. Isra Dibra, numri 7, një tjetër basketbolliste e talentuar e Vllaznis, cila luan për disa kohë. Dibra luan për 2 pikë, i shënon. Isra Dibra i jep avantazhin Vllaznis në shifrat 12-10. Vllaznis është penguar me faull atje. Aksioni kuqe blu është dëmtuar me sa duket një basketbollist e Vllaznis. Nuk shënon gjuhëtjen e parë të lirë Visara Demaj. Edhe një mundësi për të. Ka shënuar në të dytën, 13 Vllaznia, 10 dhe Rosës e Premetit. Luhet perioda 2 të ndeshjes. Aksioni për skuadrën premetare që e shpërdoron këtë aksion dhe nis aksioni Vllaznis me Medina Hyken. Gjithnjë ajo Isra Dibra, depërtimi i saj është penguar nga mbrojtja kundërshtare për tope është përsëri për Vllaznin dhe do të jetë sërish mi Dibra. Për të arrivën në loj, Isra Dibra me numër 7. Kombinon me kolegin e saj për nuk arrin të përfundoj atje Rajan Abizi. Nga bon në kësun për momentin skuadra Mysafiri ka bon përsëri dhe Vllaznia ka mundësin të shme përsëri ta thelloj avantajën nëse e konkludon në sulm me pikë të aksion, por topi është për dhe Rosës. 13 Vllaznia, 10 dhe Rosës. Aksioni për skuadrën premetare. I rëmben këtë topi Isra Dibra, mrekullisht dhe është në nxetim e sipër, duke se ka shkaktuar faull, po ishte një ndërhyrje e shpejt, mjaft energjike, e zgjuar. Aksioni i saj individual, por nuk u mbyll me sukses. Gjithsesi Vllaznia kryeson 13-10, aksioni për skuadrën premetare. Tim personali shkaktuar nga Dibra, 2 numrat 7. Isra Dibra e Vllaznis dhe kapitenja e skuadrës Mysafire, Erika Muçenji. Aksioni është për skuadrën Mysafire. Muçenji përsëri më mira për skuadrën Mysafire, por e humbet topin dhe nis Medina Hyka këtë aksion të shpejt. Shtatlartja e Vllaznis është në pikat më të forta të ekipit. Isra Dibra në këtë përpunim të topit kombinon me Demaj që shënon. Kombinimi i dytë Dibra Demaj dhe vjen goli, do themi koshi i Vllaznis. 15 Vllaznia, 10 skuadra premetare. Aksioni është për to. Ka plotësuar 24 sekondë si pas rregullores sulmi premetar dhe humbet topin. Do ta rivendë në lojë Vllaznia. Pushimi kërkuar nga skuadra premetare.
përfundon pushimi i kërkuar nga skuadra përmetare edhe 6 minuta dhe 4 minuta nga përfundimi i periudhës së dytë. Vllaznia kryeson 15-10 në këtë ndeshje që po gjykohet nga arbitrat Dea Hushi, Sergio Gjoni dhe Vironcin Ndreu. Pra si zakonisht gjyqtarët femra kanë hapësirën e duhur. Isra Dibra me topin zotërim, nis kjo aksion i Vllaznisë. Dibra. Sërish me ajo kërkon një kolege, ka pasuar të ajo dhe Demaj Gjuan për 2 pikë, nuk i shënon, ke ngull atje kapitenja Hykaj dhe thellon avantazhin 17 Vllaznia 10 dhe Rosës e Përmetit. Luhet perioda 2 të ndeshjes. E para është mbyllur në avantazh për skuadrën mike 6-8. Dibra kombinon me Dema që një Dibra për shtri, por është të momente për 2 pikë i Gjuan dhe i ka shënuar numri 13 i Vllaznisë, Rejsa Trashani. 19 Vllaznia, 10 skuadra përmetare. Aksioni për Rosës të Përmetit. Konton për 3 pikë, nuk është sakt në gjuhetje, atje numri 12 Aurora Dhedhës. Pastri është skuadra Besafire që kem ngull për të shkurtuar të vrejtë dhe ka shënuar pikisht ajo që humbi në parë. Aurora Dhedhës 19 Vllaznia 12 dhe Rosës. Edhe 2 minuta dhe 16 sekonda nga mbyllja e periudhës së dytë të takimit. Kryeson Vllaznia 19-12, luhet gjysmëfinalja e parë e fazës play-off për kategorinë U18 të basketbollit për femra. Isra Dibra për 2 pikë. I ka shënuar e mrekullueshme Isra Dibra me të kosh me vlerë 3 pikësh. Ishin 3 pikë të Isra Dibrës që e kaloi avantazhin e Vllaznisë në 21-12. Topi për ekipin dhe Rosës. Edhe 1 minutë e 33 sekonda loj. Topi për ekipin përmetar që ka gabuar dhe aksioni Vllaznisë. Medina Hykaj e shpërdron Vllaznia. Trajnerja Ingrid Dashja është pak kënaqur për momentin nga kjo shpërdorim i topit, po ashtu dhe Raimond Rasha që është aty pranë, bashkëpunëtor me kolegen Ingrid Dashja për 3 pikë dhe Rosës dhe ka shënuar një precizion shumë i sakt i numrit 12 Aurora Dhedhës. 5 pikë radhazi për këtë basketbolliste. 21 Vllaznia, 15 skuadra përmetare. Hykaj Dibra për 3 pikë. Gabim personal i shkaktuar në dëm të numrit 13 të Vllaznisë, Rejsa Trashani. Dibra kombinoi me Hyken, tashmë është Hykaj, bukur dëbërtimi, por në kubin topi. Aksioni është për përmetaret. Është minuta fundit
për periodën e dytë dhe pjesën e parë të ndeshjes, kryeson Vllaznia 21-15. Topi për Vllaznin, në cila lehtësohet në këto momente pas këtij dy luftimi në zonë. Topi është për të dhe ka mundësi ta mbyll edhe 8 sekonda. Duhet të shpejtojë Vllaznia që mos shpërdoroj kohën. Hykaj dhe ka shënuar Medina Hykaj në limit, vetëm 1 sekond përpara se të mbyllej pjesa e parë. 23 Vllaznia 15 skuadra përmetare.